Në rast se ky fakt që ka nxjerr Beleri edhe Zori Berisha për gjyqtarin i cili është dënuar në Greqi që ka vepër penale, jo ajo si do ta përcjellin këto që është eksportuar çka këto budalli që është debuar këto me radhë. Këto është mashtrim, ky është mashtrim. Në rastin konkret ajo mund të jetë dënuar me vepër penale, sepse legjislacioni grek në atë kohë u dënoje për vepër penale, pavarësisht se ti nuk u merrte mas sigurie, se greku në legjislacionin e tij nuk e përdor masën e sigurisë në të tilla raste, por të njofton për akuzën. Një sekond. Thuhet që ka dy dënime, një administrativ dhe një edhe një penal. Po edhe te penali dhe administrativ je në dieni ti. Në momentin e parë je në dieni, nuk mund të thuash sepse je gjykuar në mungesë. Thënia në gjykim në mungesë nuk është si procedura shqiptare. Pra ai të vjen aty dhe të firmosësh, ti procedosh penalisht, ve firmën këtu, ti procedosh administrativisht, ve firmën këtu. Këto të dyja firma i ka shteti grek. Ndërsa prokurori i partisë do marrë firmën administrative dhe ta rrëkte penalen. Kështu do ta bëjmë këta, se dim këtë. Por, ç'a ndodh? Kjo zonjë, në rast se është e vërtet kjo gjë, dikush ja ka ditur këtë, e ka mbajtur peng dhe i ka thënë, "Ma arresto Sali Berishën, Ilir Metën të gjithë këta." Kjo zonjë është mbajtur peng. Dhe prandaj them që manuali është i tillë i partisë, po asnjëri se beson. Prandaj them, edhe ata të cilët mund ta gjykojnë prokuror gjyqtar, unë ja them për të mirën e tyre, s'më intereson mua, ato do të vetë vriten, le të vriten vetë, është edhe drejta e tyre, por ama unë po ja them që ky është manual që përdor partia, o do t'i nështrojnë kushtetutës dhe partia do zhduket, o do jeni me partinë dhe partia do ju maj peng. Është zgjidhja juaj, nuk është e imja. Po në këtë rast, sa i shantazhueshëm është Altin Dumani, se me që përmendu të rastin e Irena Gjogës, dhe sa rrezikohet nga shantazhi dhe presioni politikës? Unë mendoj se është e sigurt kjo që ai është në presion, po presioni nuk mund të duket tani se ai është kryeprokuror. Presioni do të ndodh pas shtatorit me tetor kur të vendoset kuvendi i ri, sepse do të kemi ndryshimin e kryetarit në dhjetor, dhe unë mendoj që në një moment të dytë, Zoti Dumani mund të jetë një person i cili do sulmohet nga këmbët politike, sepse do të kenë mbaruar zgjedhjet, do të ketë dalë rezultati, në rast se formohet qeveria, punë tjetër do kemi procedura vazhdimësisë. Në rast se nuk kemi një rezultat që formon një qeveri të mundshme, mund të shkojmë edhe në zgjedhje të parakoshme. Mund, unë nuk po them dot se nuk është shpallur akoma rezultat përfundimtar. Por duke marrë në këtë kontekst, unë e them qartësi. Po, edhe ai mund të ketë presion. Edhe ai mund të merret peng. Pse do merret peng? Sepse ai mund të ketë përdorur diku dhe mund të jetë përgëzuar për diçka, por në fund fare do t'i vi goditja politike nga vetë subjekti që ai përfaqëson, që quhet Partia Socialiste. Do rikthehemi sërish tek SPAK-u, po të ndalemi paksa tek procesi i numërimit të votave të hedhura në kuti, të cilat shprehin vullnetin e qytetarëve shqiptar. Si mendoni, si do të përkthehet ky vullnet? A do të kemi një ndryshim të pushtetit apo Edi Rama do të marrë mandatin e 4? Unë nuk jam fallxor dhe nuk dua të bëhem fallxor, por unë do doja shumë që asnjëri mos të marrë mandat i vetëm dhe unë do doja të ishte një mandat koalicioni i gjerë, pse jo, por asnjëri mos të fitojë mbi 70 mandate. Mendimi im është i prerë dhe nuk e vendos në asnjë debat dhe negocim asnjë, sepse interesi i Shqipërisë kalon nëpërmjet votës dhe i intereson të gjithë shqiptarëve me parti pa parti, me dëshirë për të votuar apo jo. Bashkimi Evropian nënkupton edhe detyrime përveç të drejtave. Dhe unë dua që qytetarët tanë të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, por të kuptojmë ku po shkojmë, si po shkojmë dhe kush është vendi i dur për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Se nuk mundet politika aktuale të marrë vendime për ne dhe të na ngarkojë detyrime të tjera të cilat ne nuk do të kemi mundësi
ke përballojmë ato. Prandaj numërimi i votave do të jetë një proces i rëndësishëm, i cili për mendimin tim duhet të jetë në mënyrë të drejtë, të barabartë, transparent, pa manipulime dhe të dalë rezultati përfundimtar. Unë nuk dua që të fitoj as Partia Socialiste, as Partia Demokratike, as partitë të tjera vetëm. Unë dua të fitoj shqiptari me një koalicion të gjerë që nesër ai që abuzon me pronën e shqiptarit jo vetëm të shkojë aty ku e meriton, po të largohet nga administrata publike sepse i shkatron jetën e një shqiptarit ku ai dyshon akoma për pronësinë e tij. Prandaj, a do dalë rezultati dhe si do dalë rezultati, populli foli. Do dalë rezultati, atëherë ne do t'i bëjmë një analizë tjetër se si doli, çfarë doli dhe çfarë konkretisht dha për qytetarët. Si e konsideroni rolin e SPAK-ut në këto zgjedhje, por edhe ajo që do të vi pas këtyre zgjedhjeve, a do të rris po themi forcën goditëse kundrejt figurave politike të korruptuara, apo do të ketë të njëjtën vim siç e pam para zgjedhjeve të 11 majit? Për SPAK-un, unë nuk kam ndryshuar mendim. Për ata që thojnë për SPAK-un që ishte gjëja më e mirë, më e rëndësishme edhe nesër, sikur të ndodhi ataja, unë përsëris SPAK-un do ta kem si një ndër institucionet më të mira që kanë shërbyer Partisë Socialiste dhe i shërbejnë Partisë Socialiste. Asgjë nuk më bën mua të ndryshoj qasjen ndaj SPAK-ut kur nuk lufton krimin e organizuar dhe terrorizmin në vendin tonë. Kjo është e tmerrshme që ndodh në vendin tonë. Ju përmendët pak më parë se pas këtyre zgjedhjeve, konkretisht dhe kur të formohet kuvendi i ri, SPAK do të jetë në një presion shumë herë më të madh për fshi këtu dhe Altin Dumanin. Por nga ana tjetër, a do t'i ketë instrumentet e duhura SPAK-u për të goditur figura politike të korruptuara, ku përmendim këtu rastin e Edi Ramës, i cili dyshohet për aferën korruptive të ish agentit të FBI-s Charles McGonigal. Rastin e tij e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nuk pres asgjë më shumë përveç se CIA, FBI, çfarë janë institucionet e agjendës amerikane, të veprojnë ndaj një abuzimi të tillë dhe personit ndaj të cilët mund t'i ngarkohen akuza të marrë dënimin e merituar gjithmonë në një proces të rregullt ligjor dhe gjithmonë duke u bazuar në prezumimin e pafajësisë. Unë nuk jam nga ata që gëzohem me burgun e tjetrit, unë jam nga ata të cilët gjithmonë, edhe kur kam dashur të jap qëndrimin tim pavarësisht emocioneve të mia, se të gjithë kemi emocione, kam thënë prezumimin e pafajësisë. Por unë dua gjithmonë të them që kjo çështje nuk është shqiptare, është amerikane dhe kjo duhet të rihapet në Amerikë, të hetohet qartazi dhe të dalin fajtorët kush ka shpallur non grata Sali Berishën, Tom Doshin, biznesmen të tjerë dhe shumë funksionar të tjerë për të favorizuar Partinë Socialiste.